E ftuar në një emision, ka qenë halla e këngëtarit të ndjershëm Pat Kasapi, ku ka folur për herë të parë pas humbjes së tij. Ajo ndau me publikun kujtimet e saj për karrierën e shkëlqyer të Nipit, për pasionin dhe suksesin që ai arriti në skenën shqiptare. Ajo shprehu me dhimbje të thellë se Shpati kishte kërkuar bashkëpunim dhe mbështetje nga kolegët e tij kohët e fundit të karrierës, por kjo gjë nuk ndodhi kurrë. Ne kemi të gjithë dhimbje, nuk po flas për nënën e Shpatit. Ishte një njeri me virtyte, nuk xhelozoi asnjëri. Ajo që më dhe më shumë është se Shpati kërkoi bashkëpunime dhe ndoshta as mesazhet nuk e kanë lexuar. Sot po bën gjurmë, kjo është krenari. Pse nuk I duam kur kemi njëri tjetrin? Kjo është e dhimbshme. Nuk e di se si do të jetë rruga në vazhdim. U shpreh mes të tjerash halla e Pat Kasapit. Këngëtari shqiptar nga Maqedonia e Veriut ndroi jetë në moshën 40 vjeçare. Sipas mediave, këngëtari ka pasur arrest kardiak teksa ndodhej në Itali me ish bashortën dhe djalin e tij të vogël për një kontroll mjekësor për këtë të fundit. Në një intervistë për mediat, vëllai I këngëtarit ka deklaruar se Shpati ka pasur disa shqetësime të vogla nga zemra, por jo diçka serioze. Në gjendje të rënduar nga lajmi, ai citohet të ketë thënë se ky lajm që u erdhi nga Italia shpresonte të mos ishte I vërtet, por për fat të keq vdekja e tij u konfirmua. Më tej vllai I artistit ka shtuar se ndihma e parë mjekësore I është dhënë në banesë, por megjithatë, ai nuk arriti të mbijetojë. Ju lutem klikoni tek butoni subscribe për të marrë të rejat më të fundit nga showbizi shqiptar.